Une përsa ko isha me shoqen që kisha me suedezen, isha si në parajs, kalesha shumë bukur, ishim shumë bukur bashk. Sa vjet ka zgjatë lidhja? 5 vjet. 5 vjet. Edhe ka qenë shumë bukur kur isha me të. Pse Gjiban pas këtyre racizmeve që ka ndodhë në shtetet të ndryshme, se nuk u ktheve në Shqipëri? Shumë bukur, sepse desha me ja dal, sepse nuk më pëlqen me u dërzu, aja dola. Po, sa gjona i kam marrë, një universitet, shkollë, jetë, e kam marrë nga Suedia, po edhe një marrëdhënie, një lidhje 5 vjeçare me një vajzë shumë të bukur, shumë tërhese, shumë zgjuar, edhe këtë e kisha, janë 5 vjet nga jeta ime që nuk kam si hedh poshtë, nuk kam pse i hedh poshtë. A keni më kontakte se suedezët nuk janë shumë si shqiptare që ndërprejnë edhe s'dojnë me të folë fare? Bravo, shumë mirë ke thënë. Kemi kontakte jo të shpeshta, po kemi kontakte për... Sa me di që jeni mirë? Sa me di që jemi mirë, kur ka situata emergjente, kur ka një kanosje për luftë, a një rast emergjence në Suedia, kur ka një tërmeta, një zjarra, diçka në shtetin, do më thënë Shqipëria, një shtet tjetër ku më ndodhe mund, flasim, pysim në një tjetërin si je, deri aty. A do ta zgjedhje një shqiptare apo të huaj, për bashkëshorte? Unë momentalisht jam marrëzisht i dashurum, jo i fiksum, si kur ju pëlqen me thënë gocave shqiptare, i dashurum me një shqiptare, me shpirt e kisha marrë o korqare o ishfare, po nga që nuk e shikoj se po bahet. Ishte mesazh, kështu, për mes ekranit, për korqaren. Gjitha mesazh janë. Po besoj se me shqiptaret nuk e shikoj që po mlidh shumë muhabetje. Besoj se jam shumë naiv për shqiptaret. Do më thënë, e thonë troq, besoj se jam budal për shqiptaret, sepse shqiptaret janë shumë më praktike se sa jam une. Janë më reale, shikojnë anën materiale shumë. Shqiptarët shikojnë anën materiale? Po, absolutisht. Në çfarë mënyre? Po, në mënyrën që unë si e kam mësu jetën, ose si e kam pa nga marrëdhënia e mamit e babit tim, unë i kam pa mamin e babin që kanë luftu për familjen bashk, kanë luftu ekip, kanë qënë 50-50. Dhe më thënë, ka luftu dhe mami, ka luftu dhe babi. Kurse shqiptarët i shikoj që e du një burë që t'i ketë gjanat gati, edhe nuk dun me luftu bashk, dun me gjetë gjanat gati. Po nuk ka kuptim me gjetë gjanat gati, sepse momentin që unë ty të blej me lek, ase me emra, me të mira materiale, ti nuk më tërhes ma. Nuk më ndje ma dashuri për ty. Do më thënë, atëherë thjesht, ku ti unë duke si me qenë prostitut. Unë s'ka marrë me... Do të dashuria ka ndryshu si ka qenë dikur edhe me dashurin sot. Po besoj ndoshta edhe s'do të thotë që gjitha janë njëjtë. Ndoshta ke qëllu në femra të gabuara. Ose janë bo shumica materialiste, ose nuk jam as unë djali kesh, nuk janë as ato vajzat këqija, po thjesht kanë ndryshu nevojat e shoqërisë ku jetojmë.